Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në News 24. Pas pak në lajme do të ndiqni. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit po vjen. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi deklaroi se brenda pak javësh SPAK do fillojë punën, ndërkohë që kandidatët janë ende në proces vetingu. Po të deklaroj sot se me gjithë provat e forta për të zgjedhurit e inkriminuar të Partisë Socialiste, Rama hesht duke i mbrojtur ata. Ervin Saliani tha se largimi i pushtetit të kriminalëve me zgjedhje të lira e qeverisë tranzitore janë vetmja zgjidhje. Deputetët rimblidhen sot pasdite në sesionin e ri parlamentar, ata do të marrin në shqyrtim dekretet që presidenti i Republikës i ktheu në kuvend, por në agjendë është edhe hetimi parlamentar për vetë kreun e shtetit, Ilir Meta. Një 35 vjeçar, sipas policisë, ka probleme të shëndetit mendor, vrau sot baba në fshatin Shalës të Memariajt. 35 vjeçari ka qenë i dënuar më parë për tentativë për vrasjen e nënës, kushuririt dhe një bashkëfshatarit të tij. 200 fermer hodhën prodhimet e tyre në rrugët e qytetit të Korçës pasi nuk u lejuan nga policia bashkiake të hyjnë në tregun e frutaperimeve. Bashkia ju kërkon atyre të pajisen me nip tregtari, por fermerët e cilësojnë një kërkesë absurde. Lordët e krimit vënë në lojë qeverinë e cila ka shpenzuar 100 milion pound për të rritur sigurinë në burgje, kështu shkruan gazeta britanike Daily Mail, sipas së cilës të dënuarit shqiptar në burgjet vendase përdorin celular, bëjnë festa të çmendura dhe videot i hedhin në Facebook duke sfiduar autoritetet. Uragani Dorian i kategorisë 5, të cilin mediat e huaja po e cilësojnë një monster, ka goditur ishujt Bahamas duke shkaktuar dëme të mëdha. Tashmë pritet që uragani të drejtohet territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nisim gjërësisht edicionin informativ pas transferimit nga krimet e rënda të dosjes 184 pra drejt Dibrës. Sot janë caktuar 2 prokurorët që do të merren me hetimet e kësaj dosje, e cila mbart në vetvete një ngarkesë politike pas akuzave mes palëve dhe përgjimeve të publikuara për zgjedhjet lokale. Detaje rreth kësaj dosje do të na i përcjell në këto momente kolegja jon Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Senada. Më në fund janë caktuar 2 prokurorë që do të hetojnë dosjen e bushme 184. Bëhet fjalë për prokurorët e Dibrës, Rifat Kojku dhe Belina Zeneli. Ky lajm konfirmohet zyrtarisht nga burime zyrtare pranë prokurorisë së Dibrës për News 24 gjatë kontaktet që kemi pasur me zyrtarët e kësaj prokurorie gjatë ditës së sotme. Në fakt, mësohet se dosja e bushme nuk i është nënshtruar procedurës së shortit, për sa kohë që kjo prokurori ishte reduktuar në vetëm 3 prokuror. Drejtuesja e këtij institucioni, Esmeralda Keshi Cami, ka shpallur më herët konfliktin e interesit për shkak të lidhjes familjare me njërin nga personat në hetim, konkretisht zyrtarin e lartë të policisë Arben Keshi, i cili del në përgjimet e publikuara nga tabloidi Gjerman Bild, ndërkohë që mbeteshin 2 prokurorët, Rifat Kojku dhe Belina Zeneli, dhe për sa kohë që bëhet fjalë për një dosje voluminoze dhe me ngarkesa të mëdha politike, është vendosur nga drejtuesja e prokurorisë Zonja Keshi Cami që të caktohen 2 prokurorët me vendim të firmosur nga ana e saj në këtë ditë të rinisjes së sezonit të ri të punës pas pushimeve vjetore që ka institucioni i akuzës. Deri më tani, burime zyrtare pranë prokurorisë së përgjithshme më kanë konfirmuar faktin se asnjëri nga 2 prokurorët nuk ka shpallur konflikt interesi. Nëse do të ndodhë në ditët në vijim, atëherë dosja 184 do të mbetet sërish pa prokuror dhe do duhet të hyjë në lojë Këshilli i Lartë i Prokurorisë për caktuar një prokuror të ri për hetimin e kësaj çështje. Sigurisht nëse kjo do ndodh, sepse gjasat janë për sa kohë që nuk kanë ngritur pretendime që në momentet e para për lidhje apo konflikt të mundshëm interesi me personat në hetim, mund të jenë këta 2 prokurorë që ata përfundojnë hetimin e kësaj dosje, por duhet theksuar se kjo dosje është në limitet e fundit të afateve ligjore që parashikohen për hetimin e saj, që do thotë prokurorët do duhet të nxitojnë dhe të hetojnë me përparësi dhe shpejtësi për të patur një vendimarrje lidhur me këtë material voluminoz, sepse bëhet fjalë për një hetim të qelur që në shtatorin e vitit 2016, ku në Dibër zhvilloheshin zgjedhjet për kryetarin e bashkisë pas shkarkimit të Shukri Gjelili Tasokohe, i cili u përfshi në një skandal seksual. Bëhet fjalë për zgjedhjet e pjesëshme vendore të bashkisë së Dibrës. Dosja 184, një dosje e rëndësishme hetimore, por gjithashtu e shumë përfolur mes palëve politike në vend, kaloi në prokurorinë e Dibrës në muajin korrik
pasi prokurori i çështjes të krimet e rënda Klodian Braho shpalli mos kompetencën, ai arriti në konkluzionin se veprat penale nuk janë kryer nga grupi strukturuar kriminale, për këtë shkak nuk ishte në kompetencën e krimeve të rënda për të vijuar hetimin e kësaj çështje, por në fakt në momentin e parë kur prokuroria e Dibrës e mori dosjen në duar, vendosi ta kthente mbrapsht duke argumentuar se së pari prokurorët ishin në konflikt interesi, së dyti bëj fjalë për një çështje e cila ishte dërguar në kundërshtim me ligjin për sa kohë që nuk ishte kaluar filtrin e gjykatësit para prag, dhe së treti kishte problematika sa i përket stafit dhe kapaciteteve njerëzore për ta hetuar atë. U desh ndërhyrja e prokurores së përgjithshme të përkohshme zonja Marku, e cila vendosi dhe urdhëroi prokurorinë e Dibrës ta regjistronte dhe ta hetonte këtë çështje, edhe pse vendimi i saj është i shumë diskutuar për sa kohë që ajo deklaron se ishte e detyruar të merrte këtë vendim për faktin se prokurori i çështjes Klodian Braho kishte deklaruar se nuk ishte në kompetencën e krimeve të rënda për ta hetuar, por në fakt kur prokurori më i lartë zgjidh çështjen ose konfliktet mes dy prokurorive, atëherë ai duhet vendos pasi të ketë studiuar dosjen. Mbetet e paqartë se sa ditë janë dashur zonjës Marku për të hetuar këtë dosje voluminoze dhe për të vendosur përfundimisht për ta quar atë në qytetin e Dibrës, në një prokurori të vogël, e cila në fakt është edhe lehtësisht më e cënueshme dhe ndaj prokurorëve mund të ushtrohet ndikim nga personat në hetim. Duhet të saktësoj që sipas ligjit, kur dy prokurori kanë konflikt ose përplasen për një çështje të caktuar, është prokurori i përgjithshëm atëherë që zgjidh kompetencën për hetimin e mëtejshëm të çështjes. Në rastin konkret, zonja Marku ka vendosur që është prokuroria e Dibrës kompetente për ta hetuar. Megjithatë, vendimarrja e saj është disi diskutueshme edhe për faktin që gjykata duhet të ishte ajo që thoshte fjalën e fundit nëse prokurorët i kanë kryer si duhet hetimet dhe nëse janë kompetent për ta vijuar hetimin e kësaj çështje. Megjithatë, mbetet për tu parë tashmë vendimarrja që do të marrin dy prokurorët, Kojku dhe Zeneli, për sa kohë që bëhet fjalë për një çështje mjaft të rëndësishme ku zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste, përfshirë edhe kryeministrin e vendit, janë dëgjuar në përgjime për çështjet e votave që sipas prokurorisë ka dyshime se kanë ndërhyrë për manipulimin e rezultatit zgjedhor. Megjithatë, rezultati final i hetimeve do të tregojë qartë se çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetarin e Bashkisë së Dibrës shtatorin e 2016-s. Këto informacione që përcollen në studio. Faleminderit juve. Këto ishin informacionet që na përcolli Klodiana Lala, ne ndërkohë vjojmë me informacionet të tjera. Struktura e posaçme kundër korrupsionit e njohur ndryshe si SPAK mund të ngrihet edhe me më pak se 15 prokuror. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi deklaroi për News 24 se 5 prokuror janë të gatshëm të emërohen pasi kanë kaluar vettingun, ndërsa 5 të tjerë janë në një proces të avancuar. Sipas tij do të pritet edhe 2 ose 3 javë që kjo strukturë të jetë gati për të nisur punën dhe që prokurorët të kenë një volum pune të përballueshëm. Në fillim të sezonit shpresojmë të finalizojmë procesin afatgjatë të ndërtimit të prokurorisë posaçme. Është vërtet që ne në këtë moment nga ai grup prej 15 prokurorësh që kemi përzgjedhur si kandidat për në SPAK, presim verifikimin e kushtit të fundit, që është kalimi prej tyre i procesit të vettingut. 5 syre që kanë kaluar plotësisht dhe mund të emërohen çdo çast nga ana jonë në prokurorinë e posaçme. Sidoqoftë ne presim një numër të arsyeshëm. Se çfarë është ky numër i arsyeshëm do të jetë vendim i Këshillit. Pra Këshilli do të mblidhet, do të gjykojë se çfarë është një numër i arsyeshëm. Ne kemi një indikacion që në kushtetutë që flet për një numër prej 10 prokurorësh. Ne edhe më herët kemi diskutuar që numri mund të jetë edhe më i pakët. Në marrjen e këtij vendimi, Këshilli do të thellohet duke parë ngarkesën aktuale të prokurorëve të prokurorisë krimeve të rënda, ngarkesën e pritshme të prokurorëve të SPAK. Ne kemi statistika të sakta për këtë, duke pas parasysh portofolin e veprave penale që do të hetojnë prokurorët e SPAK-ut, portofolin e veprave penale që hetojnë aktualisht prokurorët e krimeve të rënda. Pra do të bëjmë një llogari të bazuar në shifra për dalë me një vendim se cili do të jetë numri optimal për ta nisur SPAK-un. Padyshim që pastaj në muajt në vijim, në vitet në vijim, struktura do të plotësohet me prokurorë të tjerë, por vendimi për fillimin do t'i mbetet Këshillit bazuar mbi këto të dhëna që ne disponojmë. Padyshim që ne ndjejmë peshën e përgjegjësisë dhe nevojën urgjente për të ecur përpara me ndërtimin e institucioneve të reja. Ka një vonesë të përgjithshme që lidhet me kompleksitetin e reformës dhe me procedurat eksigjente që parashikon ajo për përzgjedhjen e kandidatëve për këto pozicione kyçe, por besoj që jemi afër finishit, në kuptimin që 10
kandidat për në SPAK janë drejt finalizim, 5 kanë finalizuar garën, 5 të tjerë janë në një fazë të avancuar, kështu që unë mendoj që për momentin ne do të jemi ende në pritje për 2-3 javë, besoj, në pritje të ecërisë procesit vetingut, kur një grup prej 7, 8, 9, 10 kandidatësh, nga ky grup prej 15 kandidatësh të përzgjedhur për nesh ta kalojnë vetingun, besoj që këshilli do të mblidhet posaçërisht për të vendosur krijimin e prokurorisë posaçme. Ne mund të emërojmë secilin prej atyre të 5-ve që kanë përfunduar procesin e vetingut që sot, por kjo do të ishte jo inteligjente, duke pasur parasysh zhvillimin e punës që i pret ata, duhet bërë një llogari e tillë që prokurorët e rinj të prokurorisë posaçme të kenë një ngarkesë të arsyeshme pune. Pra vetëm 5 prokurorë janë tepër pak për të përballuar ngarkesën e pritshme të prokurorisë së re. Ne rikthehemi ngjarjes së rëndë që ka ndodhur sot, 35 vjeçari Arjan Sheha, i cili vuan nga probleme të shëndetit mendor dhe që vrau më së pat baban e tij 77 vjeçar, është arrestuar larg vendit të ngjarjes. Ai është arrestuar teksa u thonte me një furgon linje drejt Fierit në afërsi të fshatit Poçem të Mallakastrës. Gjithsesi, Brikina Metaj do të na përcjell të tjera detaje. Brikina, edhe një herë përshëndetje. Cilat janë detajet më të fundit që prej vendit të ngjarjes? Përshëndetje Senada, në fakt sapo është arrestuar vetëm pak minuta më parë autori i vrasjes Arjan Sheha, i 35 vjeçari që vrau ditën e sotme të hatin 77 vjeçarin Ilias Shaj nga fshati Shalës i Memaliajt. Ai është kapur në një furgon linje pikërisht në Poçem, në aksin Tepelen Levan nga policia e Gjirokastrës, e cila në fakt ishte nxjerrë patrulla për të bërë krejhjen e të gjithë zonës dhe me forca efektiv policie nga të gjitha komisariatet e qarkut të Gjirokastrës. Ngjarja ka ndodhur ditën e sotme rreth orës 11. Mendohet se ka qenë një sherr i momentit ai që ka nxitur edhe konfliktin mes babait dhe të birit 35 vjeçar, i cili më pas e ka goditur atë me spatën që do të prisnin drut pasi mëngjesin e sotëm ata kanë dalë për të prerë dru për baktin dhe pikërisht aty ka ndodhur edhe ngjarja, ndërsa më pas 35 vjeçari është larguar nga vendi i ngjarjes. Në fakt ai njihet si një person problematik dhe ka patur raste të ripërsëritura tentativash vrasje të të ndodhura përgjatë viteve. Në vitin 1998 ai është dënuar e 12 vite burg për tentativë vrasje, por ka kryer vetëm disa vite burg, duke qenë se nuk ka patur pasoja dhe viktima kjo tentativë vrasjeje. Por më pas ai ka ripërsëritur sërish një tentativë tjetër vrasje ndaj të ëmës dhe pak kohë më pas në vitin 2003 pra ka ndodhur tentativa e vrasjes ndaj të ëmës dhe pak kohë më pas edhe një tjetër tentativë ndaj një kushëriri të familjes, ndërkohë që ditën e sotme ai ka arritur që të kryej një vrasje. Sheha, 35 vjeçari nga Shalzi me Memaliajt, vuante nga probleme të shëndetit mendor. Së fundmi ai kishte nisur që të kurohej, por me sa duket mjekimi nuk ka qenë efektiv ose ndoshta mund të mos e ketë marrë atë rregullisht pasi ai ka shfaqur ashtu si duket edhe ditën e sotme ka vijuar që të shfaqë problemeve dhe ka vazhduar që të jetë i dhunshëm. Ngjarja mbetet për të sqaruar më tej dhe pas hetimeve të mëtejshme që do të bëjë policia. Megjithatë, Brikena, nga sa kemi mësuar, fshati Shali me Memaliajt është shumë larg, është shumë i thellë. Si ka mundur të shkojë deri në Mallakastër? Po, ai është një i mirë i zonës, sigurisht, dhe normalisht që ka shfrytëzuar të gjitha rrugët dytësore dhe të shkurtra për të dalë më tej në rrugë kryesore. Duke qenë një fshat malor, sigurisht që ai ka shfrytëzuar shtigjet për të aratisur nga fshati i vet dhe ka dalë pastaj në rrugë kryesore ku ka gjetur një furgon të linjës dhe pikërisht aty është kapur edhe nga policia. Ndoshta kanë qenë sinjalizime të vetë qytetarëve që kanë qenë brenda në furgon, ose ndoshta kanë qenë edhe kontrollet që janë ushtruar nga patrullat e policisë, të cilat janë vendosur për gjatë gjitha akseve kryesore. Janë detaje të cilat do t'i sqarojmë ndoshta në vijim. Si ka qenë gjendja e tij mendore në momentin kur është kapur nga forcat e policisë? Ende nuk i dim detaje të tilla Senada, pasi ai sapo është kapur, vetëm pak minuta më parë ka ndodhur si ngjarje. Edhe nuk u di që ta them se si ka qenë në momentin që është arrestuar, por duke patur parasysh faktin që ka qenë një person me probleme të shëndetit mendor, sigurisht që nuk tenton asgjë të mirë për gjendjen e tij. Mirë, Brikera, faleminderit edhe një herë për gjitha këto informacione. Faleminderit juve.
Pas akuzave të faktuara për kryebashkiakun e Vorrës, Partia Demokratike akuzon kryeministrin se hesht dhe prokurorin që nuk vepron përballë denoncimit prej disa ditësh. Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani kërkon largimin e qeverisë dhe hapjen rrugë të zgjedhjeve lokale dhe parlamentare me një qeveri tranzitore. Pushteti i organizatës kriminale duhet larguar një orë më parë, si e vetmja rrugë për të shpëtuar Shqipërinë nga kthetrat e grabitjes së djersës dhe pasurisë publike të shqiptarëve, të cilët zhvaten nga personat inkriminuar në shërbim të kryetarit të organizatës kriminale Edi Rama. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme parlamentare dhe lokale njëkohësisht me një qeveri tranzitore janë e vetmja rrugë shpëtimi për Shqipërinë, për t'i dhënë mundësinë shqiptarëve për të zgjedhur lirisht, për t'i japur rrugën zhvillimit ekonomik dhe social dhe për t'i japur rrugë andarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rrugë e cila tani më apo tashmë është dhe vazhdon të mbetet e bllokuar nga krimi në pushtet, nga Edi Rama. Deputetët rimblidhen sot pasdite në sesionin e ri parlamentar, agenda e të cilit është mjaft e ngjeshur. Kuvendi do t'i duhet të marrë në shqyrtim e të votojë dekretet që Presidenti i Republikës i ktheu për shqyrtim. Reforma zgjedhore është një ndër sfidat e këtij sesioni të ri, pasi deri më 28 nëntor do të duhet të përfundojë. Po ashtu, deputetët në këtë sesion do të vjojnë hetimin parlamentar për kreun e shtetit Ilir Meta. Të hënën një sesion i ri parlamentar, sesion i cili në vetvete mbartë sfida të rëndësishme politike. Parlamentit i duhet të diskutojë ligjet që presidenti i ka kthyer për rishqyrtim. E po ashtu, rëndësi mbartë reforma zgjedhore, e cila për momentin ka ngecur në vend. Gjithashtu do të vijojë dhe diskutimi në komisionin e posaçëm hetimor parlamentar, qëllimi i të cilit është shkarkimi i presidentit të Republikës Ilir Meta. Pas pushimeve të gushtit, ligjvëndësi do të rikthehen jetës parlamentare, ku debatet nuk do të mungojnë. Paranisjes së seancës plenare pas ditën e sëndës, kryeparlamentari Gramoz Ruçi mbledh konferencën e kryetarëve për të diskutuar programin e punës së kuvendit për periudhën 2 shtator-18 tetor, si dhe kalendarin 3 javor të punimeve të kuvendit, dokumente të cilat do t'i kalojnë për votim seancës plenare. Parlamentarët që në nisjen e sesionit do të marrin në shqyrtim dekretet e Presidentit të Republikës, që gjatë muajit gusht ktheu për rishqyrtim në kuvend, ndryshimet në kodin penal dhe ndryshimet e ligjit për koncesionet. E po ashtu, deputetët do duhet të diskutojnë edhe 2 ligje të kthyera nga kreu i shtetit, të miratuar në seancën e 18 korrikut, kontratën për ndërtimin e rrugës Milot Balldren dhe Orikum Dukat, përmes partneritetit publik-privat. Një tjetër dekret presidencial që do të merret në shqyrtim është edhe kthimi i ligjit për Akademinë e Shkencave. Sesioni i ri kuvendor do të vijojë edhe me diskutimin e reformës zgjedhore, që do duhet të përfundojë me 28 nëntor. Mazhoranca ka bërë të qartë se pjesë e komisionit të posaçëm parlamentar mund të jetë edhe opozita jashtëparlamentare, duke i lënë asaj një vend në komision, si dhe të drejtën e vetos për ndryshimet ligjore. Komisioni hetimor parlamentar për shkarkimin e Presidentit të Republikës do të rinis punën. Nga data 9 deri në 11 shtator, pritet të mbërrijë në Tiranë një delegacion i Komisionit të Venecias, i cili do të ketë takimin në kuvend, kryeministri si dhe me Presidentin e Republikës. Në këtë sesion, parlamenti do duhet t'i kthejë përgjigje dekretit të Presidentit të Republikës, i cili ka propozuar për 300 milion për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit. Paketa antishpifje propozuar nga qeveria është një tjetër dosje që pret vëmendjen e deputetëve, e debatuar nga shoqëria civile dhe faktorë ndërkombëtar, edhe këto ndryshime pritet të shkaktojnë debat në kuvend. Përplasje politike nuk do të mungojë gjatë këtij sesioni ndërmjet mazhorancës socialiste dhe opozitës jashtëparlamentare. Shumica e qeverisë se pret nga presidenti Meta dekretimin për caktimin e datës për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesëme lokale për Bashkinë Shkodër, pas tërheqjes së Valdrin Pjetrit, ndërkohë që opozita e bashkuar si dhe vetë kreu i shtetit Ilir Meta këmbgulin se data e vetme dhe e lishme e zgjedhjeve është 13 tetori 2019. Sekretari i përgjithshëm i kryeministrit Angela Gaçi merr kompetencat e ministrit i jashtëm për të autorizuar mbajtjen e një pasaporte diplomatike. VKM i miratuar në qershor i merr në këtë mënyrë atributet ministrit i jashtëm, ndërsa në të specifikohen edhe personat që kanë të drejtë të mbajnë pasaportë diplomatike, duke përjashtuar kryetarin e opozitës dhe kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Vendimi i Këshillit të Ministrave që i heq të drejtën për mbajtjen e pasaportës diplomatike kryetarit të opozitës, kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe ish ministrave të jashtëm, ju është përndar deputetëve të Kuvendit për informim.
Në të hidhet dritë edhe mbi kompetencën e re të sekretarit të përgjithshëm të kryeministrit, Angela Gaci, i cili merr atributet e ministrit të jashtëm si kundër parashikohet në ligjin organik të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Deputetët e kuvendit tashmë kanë në duar vendimin e qeverisë së 12 qershorit që e pajis kryetarin e opozitës një lloj si kryetarin e çdo partia apo kryetar bashkia, vetëm me pasaport shërbimi. Risi është përjashtimi nga pasaporta diplomatike i të gjithë ministrave të jashtëm, që nuk janë më deputet të kuvendit të Shqipërisë. Në pikën 14 të VKM-s, të gjithë ata që janë pajisur me pasaporta diplomatike apo shërbimi, përpara hyrjes në fuqi të këtij vendimi, kanë të drejtë të përdorin pasaportat përkatëse deri në fund të këtij viti, më datë 31 dhjetor. Në një deklaratë për mediat pak ditë para miratimit të kësaj VKM-ja, ministri i jashtëm në detyrë Gent Sakaj foli për abuzim me dhënien e pasaportave diplomatike dhe atyre të shërbimit. Ato llogariteshin në 2500 të tilla dhe MPJ ju hoqi të drejtën 20 konsujve të nderit të Shqipërisë në përbot, ndërsa mbi 50% të pasaportave i shpalli të pavlefshme. Themi në studio me lajmet, 200 fermer protestuan duke hedhur prodhimet në rrugët e qytetit Korçës pasi nuk u lejuan nga policia bashkiake të punojnë në tregun e frutaperimeve. Fermerët e cilësojnë të pakuptueshëm dëshkimin që po ju bëhet me kërkesën që të pajisen edhe me nipt tregtari, ndërsa në protest u ngritën edhe tregtarët e Pakicës. Reagon menjëherë Bashkia e Korçës. Duke hedhur prodhimet në rrugë, protestuan fermerët e zonave rurale të Korçës, pasi u ndaluan nga policia bashkiake të hyjnë për të tregtuar në tregun e frutaperimeve. Pasi e gjetën të mbyllur derën e tregut ku punonin prej më shumë se 20 vitesh, fermerët bllokuan për më shumë se 2 orë unazën e qytetit duke krijuar kaos dhe radha automjetesh. Taksat i paguajnë të dera e nuk shesh dot malë, ku ta shesh malë? Tregtatar jam. Lip që duan lisheq, po lisheq nuk e gjen për 5 lirë mollë, për 5 lirë kumlla. Neve nuk na lejojnë tash këtu. Ja niptin erdha këtu vajta mora më shpi niptin. Tash i qartë vetë të marr. Forti, qartë. Me djersën tonë, tregu i Pakicës që valla është treg Pakice, e marrin për Badjavan, alen deri në orë 1 të ditës, duke shitur këtu dhe nuk na përfillin. Dhe vjen ande me djersën tonë, prap na mbyllin derën. Lënë që të ngrihemi ne si fshatarë që na kanë vend thikën në gryk kur i thonë, as kumës se shesim dot, as mollën. Malli jon po mbetet rrugëve. Fermerët e cilësojnë të pakuptueshëm dëshkimin që po ju bëhet me kërkesën që të pajisen edhe me nipt tregtari. Sipas tyre, mbetja pa punë jo vetëm që ju shkakton dëm të madh financiar për prodhimet e tyre, por rënon ekonomikisht edhe 200 familje. Ne jemi prodhues, to shesim mall tut. Shërbimet bashkimës ja paguajmë ta, hyrje, dalje, vën, taksat të. Ne taksat i paguajmë sot. Ç'fun kemi me tregtarin e këtu? Ne kemi pasur veftë pjesë tonë. E këtu janë 200 leta që porrin babuk tash sot. Duan dokumenta, bën dokumenta sot tash një ditë. Licenca tregtie, ne jemi tregtar, ne jemi prodhues. Kasa fiskale, ç'fun kemi ne me kasat? Ne jemi prodhues. Se nuk na ka serë asnjë lloj gjaje. Prodhimi po edhe miliona kemi hidhur. Po të hedhim në rrugë të madhe. Po të hedhim në rrugë të madhe, po dëgjojmë. Çfarë do bëjmë? Ta nuk kanë një përgjigje. Përse e mbyllën derën? Vetëm kaq duan. Përse e mbyllën? Në protest u ngritën edhe tregtarët e Merkatos, të cilët kërkuan uljen e taksave dhe mbylljen e tregut të shumicës, pasi u rrezikon falimentin. Në lidhje me protestën e fermerëve, Bashkia e Korçës thotë se i ka njoftuar ata më herët për të pajisur me nipt në mënyrë që të vjojnë punën në tregun e shumicës. Tregtarët e shumicës, ata që kanë kontrata me tregun, kanë vazhduar edhe sot aktivitetin e tyre tregtar, ndërkohë që të gjithë ata që duan të tregtojnë me shumicë, sipas legjislacionit në fuqi, duhet të pajisen me nipt. Ata janë në dieni të gjithë situatës edhe të gjithë ndodhive të fundit dhe ne madje dje, jo më vonë se dje, kemi bërë një njoftim nga gjithë inspektorët e kontrollit të territorit në të gjitha subjektet që ushtronin aktivitet tek tregu i shumicës. Ndërsa tregtarëve të Pakicës, bashkia ju ka kërkuar që të vjojnë punën në markatën e shijes. Gjithë tregtarët të cilët janë të interesuar për të tregtuar me Pakicë, ne kemi në dispozicion hapësira tek markata e shijes, duke aplikuar për të regjistruar dhe mos u shmangur asnjë detyrim tatimor. Është një treg i cili ka kosto, ka shërbim, ka ngroje, ka ajrim. Ndërkohë që Shqipëria kategorizohet nga UBSH një vend ku fruthi ende nuk është eliminuar, Ministria e Shëndetësisë do të nisë verifikimin e çdo kartele vaksinimi në çerdhe, kopshte dhe shkolla
Sipas urdhrit, çdo institucion arsimor që nuk ka kartelën e vaksinimit të çdo fëmije do të ndëshkohet me gjob. Apeli shkon edhe për prindrit që të vaksinojnë fëmijët e të mos besojnë lajmet e rreme, saqaj që kalendari të vaksinave i është shtuar edhe ajo e rotavirusit. Nga sot, në këto 2 javë, do të ketë një verifikim në çdo shkollë, në çdo kopësht, në çdo çerdhe, publike apo jo publike qoftë ajo, për verifikimin e regjistrimeve duke u bazuar në verifikimin e kartelave të vaksinimit, të cilat depozitohen në institucionet e arsimit parashkollor dhe në institucionet e arsimit 8 vjeçar edhe gjithashtu edhe të mesëm. Sigurisht që do të përballemi në këtë sezon edhe me problematika të këtyre viruseve, siç është virusi i fruthit, apo gripi, gjithashtu, ku për herë të parë ne do të vijojmë edhe të rrisim vaksinave antigrip për këtë vit, por do duhet që të rrisim dërgjëjsimin. Pra puna për vaksinat dhe për programin e vaksinimit është një punë paralele. Një punë e cila duhet shtrirë në mënyrë kapilare dhe adresuar 360 gradë, sepse sigurisht sfida dhe trendet që prekin sot botën, patjetër që prekin edhe Shqipërinë, që është pikërisht lufta me ato grupe që injektojnë refuzimin e vaksinës apo hezitojnë kryerjen e vaksinës. Deri më sot ne kemi 11 vaksina në kalendarin e vaksinimit dhe me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, me rekomandimet e Komitetit Kombëtar të Vaksinimit dhe Komitetit të Ekspertëve të Vaksinimit, nga 1 tetori i këtij viti do të shtojmë në kalendarin ton të vaksinimit pra për fëmijët dhe vaksinën e re të rotavirusit. Fondi Shqiptar për Zhvillimin ka nisur punën për rekonstruksionin e konvikteve të Korçës. Kryeministri Edi Rama ka parë nga afër punimet që do të përmirësojnë jetesën për 160 studentë. Kryeministri Edi Rama ishte në Korçë ku inspektoi punimet për rekonstruksionin e plotë të konvikteve të studentëve, që prej vitesh nuk ishin prekur dhe jetesa në to ishte shumë e vështirë. Sipas drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Dritana Golli, rekonstruksioni pritet të përmirësojë jetesën për 160 studentë. Gjenako Gjakodini është peskator. Të mbulon pjesën e vajzave. Aktualisht sot 160 dhe vajzat e djemë si kapacitet, por me bërjen e koordinës së re nuk diskutohet gjithë rrugësi i studentëve që do akomodohen. Tu ka 4 vjet që nuk krye askush. Praktikisht ne do ta rehabilitojmë këto dhe pastaj do marrim studentët nga ambienti i këtu, do të krijojmë mundësi që të rehabilitohen në të ardhmen. Po pastaj ajo që rrinin shekme. I shoqëruar nga kryebashkiaku Sotiraq Filjo dhe deputeti Niko Peleshi, kreu i qeverisë mbështeti idenë e vijimit të investimeve për rikonceptimin e hapësirave të jashtme, fushave të stërvitjes dhe godinave ekzistuese, të cilat me kalimin e viteve janë amortizuar. Në ndimër tu vinim për stërvitje. Gjitha rekordet atletikës janë thyer në Korçë. E gjithë kjo hapësirë, tha Rama, mund të përdoret gjatë muajve të pushimeve verore si hotel për ekipet që do të zhvillojnë stërvitjet në Korçë. E për këtë kërkoi projekt konkret, i cili do të marrë mbështetjen e nevojshme financiare. Kjo për shembull duhet marrë të përdor kjo. Pra, bëhet një plan këtu, gjithë kjo pjesa këtu. Dhe mund të përdoret, mund të bëhen, nuk e di, mund të bëhen si salla shtesë në dispozicion, që mund të jenë një palestër gjimnastike, kështu palestër force, fitness, po mund të bëhet një fitness. Shumë mirë, këtu mund të bëhet fusha, si që është rehabilitohet dhe fusha. Bëjnë një plan dhe ta fusim për vitin tjetër, po ta bëjnë një mënyrë që tjetë si integruar, të si kampusi i parkut olimpik. Dhe kjo kthehet tamam në hoteleri për periudhën të pushimit. Bëhet fizible edhe si projekt, ose mund të mbajtë vetë, nuk ka nevojë. Jo, ka drejt një kur ikin studentët. Janë 3 muaj që lëshë. Pas kantiereve të hapura në rezidencat studentore në Tiranë, tashmë edhe në Korçë, investimet për përmirësimin e kushteve të jetesës në konvikte do të vijojnë edhe në Vlorë dhe Shkodër. Shpreja e ku vapa me gushti nuk qëndron për këtë shtator që ndonse do të ketë gjatë muajit ditë merreshje, vjen me temperatura 32-33 gradë Celsius. Lajmin e mirë për gjithë ata që nuk kanë mundur të pushojnë në Bregdet, nga nesër moti do të jetë favorizues
10 e parë. Temperaturat kanë patur një rënje në orët e parë të mëngjesit, ndërkohë vlerat e mesditës pritet që të luhaten nga 27 deri në 33 gradë. Ne si krahasojmë këto vlera, kuptohet me gushtin është më freskët, po ne i krahasojmë këto vlera me temperaturat mesatare shumë vjeçare që përkasin shtatori, do të thotë që janë 3-4 gradë më të larta. Parashikohet që temperaturat e larta të mbeten prezente deri në datën 10 shtator, pritet që ne kemi vlera shumë më të larta krahasuar me normalet, ku edhe në zonat bregdetare është një kohë shumë e favorshme për të gjithë ata që nuk kanë pasur të pamundur të bëjnë pushimet gjatë muajit gusht. Megjithatë, mund të them që sot pas dite ne presim të kemi zhvillim të vranësirave konvektive duke sjellë rrebeshe shiu, të cilat më të përqendruar do jenë kryesisht në zonat jug-lindore, por edhe zonat qendrore. Nesër parashikohet që këto rreshje të zhvendosen vetëm në ekstremin verior dhe kryesisht në zonat lokale qendrore, në Malsinë, Elbasanit apo dhe në Kruj, më pas pjesa tjetër do jetë e qëndrueshme. Të gjitha shirat janë të fokusuara dhe të përqendruar në pjesën e dytë dhe kryesisht në 10 ditën e fundit të shtatorit, që mund të kemi episode të shkurtra, jo më shumë se 1 apo 2 ditë, por duhet të theksojmë që pas një vere me temperatura shumë të larta, pa diskutim që ne gjatë vjeshtës do kemi rreshje intensive, të cilat janë më tepër të spostuara në pjesën e dytë të vjeshtës dhe kryesisht në tetor dhe nëntor. Prestigjë Resort në Golem mbetet një nga destinacionet më të kërkuara për turistët e huaj që zgjedhin të pushojnë në Shqipëri. Kjo po vjet re edhe në ditët e para të shtatorit, ku numri i turistëve që kanë prenotuar në këtë resort është shumë i madh. Mendojmë që prapë të kthehemi vitin e ardhshëm. Ndërkohë gushti i këtij viti i theu çdo Green Cola është shtëpia më e re jo alkolike në tregun shqiptar, ekskluzivitetin e së cilës e ka grupi Hysem Belliu. Green Cola është një pije freskuese për gjitha grup moshat me përbërës që vijnë vetëm dhe ekskluzivisht nga natyra. Green Cola është pija freskuese jo alkolike më e re në tregun shqiptar për të gjitha grup moshat me përbërës që vijnë vetëm dhe ekskluzivisht nga natyra. Green Cola, ose i njohur ndryshe si kola e gjelbër, është pija që i mungonte tregut, ndërsa prezantimi i saj në Shqipëri nga Hysem Belliu Group krijon një kategori të re të pijeve jo alkolike, të bazuara në përbërës natyral, ku faktori më i rëndësishëm në prodhimin e saj është përdorimi i ëmbëlsuesve natyror, që rrjedhin nga bima e stevias.
Me shije të veçantë zero sheqer e ëmbëlsuar natyralisht nga stevia dhe me kafeinë natyrale nga kukrat e kafesë gjelbër. Është një risi në tregun shqiptar për shkak se do japi një trend të ri të pijeve jo alkolike me zero sheqer, zero kalori. Dhe kur them zero sheqer, nuk ka asë ëmbëlsues artificial, çdo gjë është natyrore, organike, vjen nga bima e stevias, nuk ka kafeinë artificiale, çdo gjë është natyrore. Ajo mund të konsumohet nga të gjitha grupë moshat, madje është mundësia e vetme që diabetikët të shijojnë një pije jo alkolike dhe pa sheqer, duke u kujdesur veçanërisht për shëndetin e tyre, pasi ajo është një pije me kosto minimale, kalorike, pa sakrifikuar rezultatin e shijes. Mund të përdoret shumë fare mirë nga personat që kanë diabet, pasi nuk jep ndikim në nivelin e glicemisë në gjak, por më tepër të jep mundësinë që të provosh shijen e vërtet të kolas në një mënyrë më të sigurt pa dëmtuar shëndetin. Green Cola u shpik për herë të parë nga kompania Green Cola në vitin 2011 në Greqi dhe më pas u përhap në të gjithë tregun evropian. Rritja e popularitetit të saj në Europë bëri që Ysen Belliu Group t'u ofrojë këtë pije të mrekullueshme të gjithë shqiptarëve. Ajo vjen në tregun shqiptar në 2 ambalazhime, në familjare në 1.5 litër dhe në kanaçe. Qëllimi i sjelljes së kësaj risie në tregun shqiptar është që të gjithë konsumatorët të freskohen çdo ditë me pije jo alkolike, të krijuar nga përbërës natyral me shije të shkëlqyeshme, për të frymëzuar gjeneratën e re të konsumatorëve. Korça përgatitet për të pritur një tjetër aktivitet të madh kulturor, siç është festivali i komedisë Coco Fest. Veprimtaria kulturore, e cila nis sot në mbrëmje në Teatrin e Korçës, organizohet për të 600 vit me radhë dhe pritet të vijë sërish në dimensione të reja me elemente interesante. Festivali mbarkombëtar i komedisë do të qelë siparin mbrëmjen e 2 shtatorit për të 600 vit në Korçë. Coco Fest edhe këtë vit do të zgjasë për 18 me radhë, ndërkohë që mirëpret vizitor nga të gjithë trevat, duke shënuar kështu një event të madh artistik dhe kulturor, jo vetëm për Korçën. Trupa profesioniste të aktorëve do të vlerësohen nga një juri me emrat më të spikatur të kulturës kombëtare. Drejtoresha e teatrit Zamira Kita zbulon diçka më tepër nga Coco Fest, festivali kthyer në traditë tashmë në qytetin e Korçës. Është shumë kënaqësi që ne ja dolëm për të ardhur në vitin e 6 të Coco Festit, gjithmonë me shpresën dhe dëshirën që në vitet e ardhshme ne të kemi një Coco Fest internacional, ndërkombëtar. Siç e shihni, atmosfera në teatr është shumë e bukur, shumë e këndshme, artistët shkojnë e vinë, shumë të ftuar nga Tirana, shumë publik i Korçës dhe migjër që kërkojnë biletat për të ndjekur Coco Festin, i cili fillon në datën 2 shtator me kopshti qeshive. Në natën e 2 do të kemi trupën e teatrit të Kumanovës me veprën 39 shkallët që është punuar nga Ilir Bokshi. Do të vi teatri Gjero Kastrës, Zihni Sako, me komedinë Fqinjet nga Rushdi Pula, që është punuar nga Milto Kutali. Pastaj do të kemi Kopracin me regjinë e Dimitër Orgockës, që është vepra jone Molierit të teatrit Korçës. Do të kemi teatrin e Elbasanit me Volpone, që është punuar nga Adonis Filipi, dhe teatrin kombëtar të Prishtinës me Karnavalet e Korçës të Spiro Çomorës, që është punuar nga Altin Basha. Për ta mbyllur me një komedi shumë të këndshme të teatrit Migjeni Shkodër, Kumargjiu. Ka investim të madh në këtë Coco Fest. Dhe unë dëshiroj që të falenderoj Bashkinë e Qytetit që më mbështet, sigurisht Ministrin e Kulturës, por në mënyrë të veçantë dua të falenderoj një zotëri shumë fisnik në qytet, zotin Irfan Ysen Belliu, i cili me anë të Bira Korçës është prezent në gjitha eventet që qyteti zhvillon. Ai është prezent me dashamirësinë e tij, me dëshirën për ta mbështetur artin që të mund të zhvillohet më tej. Dihet që pa mbështetje arti nuk mund të zhvillohet. Dhe ai Coco Festin e mbështet me shumë dashuri çdo vit. Unë gjej rastin që nëpërmjet ekranit tuaj ta falenderoj atë dhe Bira Korçën. Pa Bira Korçën asnjë aktivitet nuk zhvillohet, sigurisht. Në pritje të kësaj veprimtarie, teatri është mbërthyer nga një atmosferë feste për eventin më të madh kulturor të vitit, teksa pronotimi i biletave ka nisur prej ditësh. Mirë, tani ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak minuta, qëndroni me ne me rubrikën Opinion, do t'jetë zoti Tritan Sheu. Rishihemi pas pak.